është një bilbil në fshatin ton për një vashaj. Në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtimalia ka nisur faza e dytë e edicionit të 31 të konkursit muzikor Bilbilat e Vegjël këndojnë. Aktiviteti vijon të mbledh fëmijë nga grup mosha të ndryshme, të cilët konkurrojnë në interpretimin vokal duke sjellë në skenë talentin dhe pasionin për muzikën. Kjo fazë shënon një moment të rëndësishëm të garës, ku vlerësimi artistik bëhet më selektiv. Vim nga një fazë ku shkollat kanë punu dhe kanë përzgjell elementet më të mira të shkollave të tyne. Besoj që numri do të jetë i konsiderueshëm e nga ky numër shpresojmë që të dalin fëmijë të talentuar ku do i shërbejnë të ardhmes dhe qytetit Shkodrës e Maxhan. Fëmijët, sidomos ata deri në klasë të 5, të paraqiten vetëm me këngë shqip dhe kryesisht të festivaleve të fëmijëve. Për mua është hera e parë që jam anëtare e jurisë, pa diskutim është një privilegj shumë i madh, po ashtu emocion shumë i madh. Ne jemi privilegjuar që jam ftuar edhe do ta marr me shumë seriozitet detyrën. Faza e dytë e konkursit Bilbilat e Vegjël këndojnë do të vlerësohet nga një juri prej 5 anëtarësh profesionist që përfaqësojnë breza të vjetër dhe të rinj të muzikës, duke garantuar një gjykim të balancuar dhe profesional. Konkursi synon të zbulojë dhe të nxjisë talentet e reja muzikore, ndërsa aktivitetet në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtimalia vijojnë të mbeten një pikë e rëndësishme referimi për edukimin artistik të fëmijëve.